Data 8 prill njihet si dita ndërkombëtare e romëve. Ky komunitet, që ndodhet i vendosur në periferi të qytetit të Shkodrës, vazhdon të jetojë në kushte të vështira. Pa përkrahje, të papunë, romët, të vetmen mundësi për të siguruar bukën e gojës, kanë mbledhjen e metaleve apo lypjen e qindarkave në rrugët e qytetit. Ata thonë se prej shumë vitesh jetojnë në kushte të vështira, ndërkohë që u duhet të lirojnë edhe banesat në të cilat jetojnë për shkak të punimeve për rikualifikimin e hyrjes së Shkodrës. Të kem shtëpi, të kem vend tim, unë nuk vuaj. Ri si zonjë, të punoj, të ha. Po s'ku të gjem vend, ku? Ku të gjem vend? S'ka. Dikim nga të ftoti, ja kam gocën të smur, ajo që nga të ftotit ku të vete. Ke ambulanca aty li pun. Marë 15.000 lek, 5.000 lek, 10.000 lek, vim, mblem buk, edhe atë të kem. Po një për shifë jetesa jo si është. Ku të shkojmë në të shkojmë? Ata kërkojnë që institucionet të marrin masa për strehimin e tyre. Neve ndoam ndim nga shteti, do një vend të na gjej, ose shtëpia me qira tjetë, vetëm të rrim, të futim kokën. Shkia, aja të staptin derën të futë shmrena, do na në majnë neve. Qa mësi e për hanë, ku të shkojmë? Që atje ku jemi ne, s'kemi shpi, ku të shkojmë? Këto pak familje që kanë mbetur në këtë zonë kërkojnë mbështetje nga institucionet pasi ndihen të braktisur, nisur nga kushtet e vështira me të cilat po përballen kryesisht muajin e fundit.